Të gjithë ne duhet jemi të ndërgjegjshëm që situata në terren gjatë muajve të sezonit turistik ka pasur mjaft problematika. Problematika që ne duhet t'i përjetojmë dyfish si qytetarë që jetojmë këtu dhe si drejtues institucionesh, të cilët kanë për detyrë zgjidhjen e tyre. Sepse në fakt, përveç natyrës së bukur që ne ka falur Zoti, ne, institucionet qendrore në nivel lokal dhe ato të qeverisë vendore, duhet t'i ofrojmë vlorës edhe maksimumin e punës tonë. Ajo që kanë konstatuar nga raportimet e ardhura nga institucionet tuaja, të cilat monitorojnë turistik, është se pas përfundimit të sezonit turistik 2025, problematikat janë po ato që ishin evidentuar përpara fillimit të sezonit dhe ishin lënë për detyrë për t'u zgjidhur nga prefekti paraardhës. Kjo nuk ka ndodhur. Kërkesat për zgjidhjen e tyre në mbledhjet e muajit maj dhe korrik të Task Force-s së turizmit në një pjesë të madhe kanë mbetur në letër dhe kjo nuk është normale kur mendon dhe kujton kaosin që krijohet në qytetin e Vlorës, por edhe në zona të tjera në periudhën turistike. Po ju lexoj disa nga problematikat që janë evidentuar në terren, probleme të cilat ju na i keni përcjellë tek sektori i monitorimit dhe janë lënë si detyrë të zgjidheshin para fillimit të sezonit, duke i ballafaqohuar me problematikat që kanë raportuar institucionet pas përfundimit të sezonit turistik. Mungesa e sinjalistikës në stacionet e plazhit ishte problematik përpara sezonit dhe të njëjtën problematikë raporton Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Kaosi në organizimin e vend parkimeve dhe trafikut. Problem përpara sezonit, por problematik edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Vendosja e një orari të caktuar të lëvizjes së mjeteve për qëllim ndërtimi ishte problematik përpara sezonit, ndërkohë që ka vazhduar si jetë problem edhe pas përfundimit të tij. Sensibilizimi i operatorëve të anijeve turistike për rritjen e kujdesit gjatë lëvizjes me mjetet e tyre në shpellën e Haxhi Aliut ka qenë problem para sezonit, ndërkohë që raportohet se gjatë sezonit ka vazhduar pa ndërprerje lëvizja e mjeteve brenda shpellës. Kapitaneria e Portit Vlorë raporton se mosmiratimi i 12 korridoreve ujore dhe sinjalistika për mjetet lundruese nga institucionet përkatëse është një tjetër problematik për të cilat do të kërkohet njëkohësisht edhe gjendet zgjidhja të to. Kjo ka qenë në fakt problem edhe para sezonit turistik. Në mangësitë që raportohen nga Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë, konstatohet se mungojnë pajisjet në kullat e mbrojtimit. Mungojnë kufizimet në zonat e notimit para stacioneve të plazhit dhe bovat sinjalizuese. Mungojnë mbrojtuesit e plazhit. Plazhet publike janë pas sinjalizim, kufizim bova në vet, si dhe nuk kanë mbrojtues plazhi. Mungon koordinimi në nivel ekspertësh për shkëmbimin e shpejtë të informacionit nëpërmjet institucioneve të përfshira në Task Force-n e turizmit me qëllim mbajtjen dhe menaxhimin e sezonit turistik. Nuk ka qenë pastërtia që kërkohet dhe pretendohet për një qytet turistik elitar. Informaliteti ka vazhduar, kryesisht në zonat larg qendrave dhe institucioneve përgjegjëse që kanë për detyrë kontrollin e tyre. Këto janë disa nga problematikat e raportuara në përfundim të sezonit, por ka edhe të tjera të cilat sigurisht do të raportojnë edhe nga ana juaj si institucione që bëjnë pjesë në Task Force-n e turizmit. Në mbledhjen e Task Force-s përpara fillimit të sezonit